Skema miliona euroshe e mashtrimit përmes call centerave në zemër të Tiranës ka hyrë në një fazë të re gjyqësore. Apeli i posaçëm ka vendosur rrëzimin e vendimit të shkallës së parë për dënimin e dy pandehurëve kryesor të këtij procesi, Erion Kasmi dhe Julian Xhafës. GJKK e apelit nuk e ka pranuar vlerësimin e bërë nga gjykata e parë duke urdhëruar kthimin e çështjes për rigjykim, kësaj here me një trup tjetër gjykuese. Ky zhvillim i ri e bën të hapur sërish betejën ligjore për dy pandehurit, që më herët u shpallën fajtor për organizimin e një prej skemave më të mëdha të mashtrimit në vend. Sipas dosjes hetimore të prokurorisë së posaçme, Kasmi dhe Xhafa ishin krijuesit e kompanisë Blue Energy Call, në qendër në rrugën e Kavajës, e cila përmes platformave fiktive në emër të bursave financiare mashtroi qindra qytetarë të Bashkimit Evropian, kryesisht në Gjermani. Shuma totale e përfituar nga kjo skem dyshohet të kalojë vlerën e 7 milionë eurove. Në procesin e parë, Erion Kasmi u dënua me 11 vite burg, dënim që me gjykim të shkurtuar u reduktua në 7 vite e 4 muaj, ndërsa Xhafa mori një dënim prej 10 vitesh që me të njëjtën procedurë u zbrit në 6 vite e 8 muaj, por ky vendim tashmë është anuluar. Prokuroria e posaçme kishte kërkuar me 15 prill dënimin e Kasmit me 9 vjet heqje lirie dhe të Xhafës me 8 vjet e 6 muaj. Hetimet për këtë grup nisën në vitin 2021 dhe u zhvillua në bashkëpunim me autoritetet vendore europiane, ku zbuluan rastet e mashtrimit ndaj qytetarëve në Gjermani, Francë, Itali, Spanjë dhe Greqi. Megjithatë, në të njëjtin proces, 11 operatorë të thjeshtë të call centerit u shpallën të pafajshëm për akuzat e përfshirjes në grup të strukturuar kriminal. Me vendimin e sotëm të apelit, procesi pritet të rifillojë nga e para, ndërsa drejtësia do duhet të shqyrtojë nëse kemi të bëjmë një rast të pasur mashtrimi apo me një zbrasti në provat e paraqitura nga akuzuesit.